Në qarkun e Gjirokastrës, gjatë këtij viti është vënë re një rënje rasteve të mbifaturimeve, krahasuar me një vit më parë. Këtë e bën të ditur drejtori i furnizimit të shërbimit universal në Gjirokastër, Aurel Meçi. Sipas tij, OSHE ka marrë të gjitha masat për abonentët që kanë rezultuar me mbifaturime, duke bërë zbritjen përkatëse në faturat e tyre. Mbifaturimet janë në rënje, në fakt, ka më pak ankesa. Sigurisht që ankesa duket gjithmonë pasi është vetë kompania është funksioni i tillë dhe marzhi i gabimit njihet, po në përgjithësi kompania po i merr gjitha masat që çdo abonent që bën një ankesë, kompania është përgjigjur në kohë reale, mbet sistemi i faturës menjëherë. Në varësi të ankesës së abonentëve, nevojiten nga 2 javë deri në 25 ditë për t'u dhënë zgjidhje rasteve të mbifaturimit. Një abonent paraqitet në KNK, bëhet ankesa dhe pasi mbajtur ankesa nga 2 javë deri në 25 ditë, ankesa merr një zgjidhje në qoftë se të gjitha hallkat e OSHE-s ecin paralele. Ka raste që mund të jetë një ankesë më e vështirë, varet nga tipologjia e asaj që kërkon abonenti. Jo të gjitha ankesat janë për mbifaturim. Të gjithë qytetarët që kanë një mbifaturim ose një ankesë për energjinë elektrike do drejtohen të gjitha zyrat e kujdesit ndaj klientit në FSHU OSHE Grop. Shërbimi është nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 8 darkës. Drejtoria e OSHE në Gjirokastër thekson se po vijnë kontrolli periodik i matësve dhe ndërgjegjësimi abonentëve për raportimin e çdo parregullësie, me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimit dhe transparencës me qytetarët.